Ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë pas frikë të madhe se mos po I godet ndonjë dua për duan e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kanë punë thjeshtë apo. Çka ka bënë Miqdadi? E ka pi një gotë tomël tek e fundit apo. Çka është ajo gotë tomël? Kur gjë heq atë? Një gotë tomël e ka pi më shumë. Që ka qenë nisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mi po nuk është bora ha gjithë natën. Edhe frika e kryesore ka qenë se mos po I çon pejgamberin duhet të thotë o Allah, hakmerun ndaj atij që ka humbur hisën tënde. Ka si ta është të Miqdadi. E subhanallah, ku janë ata? Të se ditë për ditë I ndjekin mallkimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kanë ngala ato. Duat që ka bëu kundër tyre pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, yawmul qiyamah, ditën e gjykimit I ndjekin ato dua. Ku është frika që ne bëjmë sot? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la'ana Allahu akila riba wa mukilahu wa shahidai zur. I ka mallku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, I ka mallku Allahu azza wa jall ato që janë kamatën, ato që janë merr, ato që janë dëshmitari me të dy që dëshmon ato. Këtë mallkum në gjuhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E ka mallku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të pinë rakia ato. E ka mallku Allahu azza wa jall, edhe ka mallku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gru që den e zbuluar dhe e zbukuruar në rrugë bëtë sprovë për tjetë apë. Ka thonë pejgamberin il anuhunne, mallkoni ato, fe innehunne l-melunat, mallkoni ato, nga sa ato e të mallkuar ato. Subhanallah, ku jem të për këtë hadithëve? Kë njëri është dridhë gjithë natën për një bardak tomël. Së shborë hatë, nga sa e ka ditë, se nëse I qënë durët, pejgamberin ka qili, s'kthejë doja ati ato. Se hara njëri kurmo. A dini që ka I bjen me thonë, çka I bjen me thonë dikujt la'natullahi alejk? A dini çka I bjen me dikujt lanet kof? I bjen në gjuhën arabe la'na që shqipë për këtë mallkim. Nuk është mallkim në gjuhën arabe veç. La'na në gjuhën arabe dhe me thonë kofsh I përzonën nga rahmeti I gjuhën e Allah sa t'je gjallë. Subhanallah. Tëne rahmet I madhi Allahut mos paq hisën e rahmet as I kaq. Kush po bën dua kështu? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mallku, ka bën dua për atë njeri që mrin Ramazani si falën gjunahet, subhanallahu. A kena pas në këtë dert më usil natën e Bajramit, ha? Si peshku në vaj, si kurse Miqdadi në krevet, a thu vall, shkoj Ramazani, çka bona, më falën gjunahet apo më goditi duaja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu ka bëu dua kundër atij që kur përmena unë sën salavat me mua. Nuk thot Allahumma salli ala Muhammad. Ka bëu dua kundër atij I cili I kanë mbet prind e tij në kujdesin e tij e ai nuk e mrin xhenetin duke kujdes për ta. Edhe për ta ka bëu dua kundër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu me radhë. E do vëllazë ashabët e pejgamberit e kanë ditë vlerën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kanë ditë çfarë pozitiv ka punë tek Allahu xhallahu ala. E kanë ditë vallahi se veç në shikim I shtram I tij ja humb dunjan e ahiretit me fat. Demu diçka më tepër. S'ka guzot as zonën me e qu më shumë se zoni I tij ndjen e tij apo. Jo për diçka më shumë. Jo për me tut që kanë tut aty apo. Se ka qenë diktator. Ja. Mi ka Allahu xhallahu ala ka thonë la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mos e çoni zonën për mbi zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çka do nëse e qyna veç pak zërin më tepër? Fa tahbata a'malukum. Këtë punë që keni bërë si onjë Zoti xhallahu ala. Subhanallah. Veç zonin pak më nasa ai më ai flet diçka, e ti e çon zonin pak më shumë. Po ja Resulullah pak më shumë, çum punë. Këshirin çfarë sprove kanë qenë ashabët e pejgamberit. Çfarë kujdesi kanë pas për ta. E kanë ditë çfarë pozitë ka për. E sot I thosh për musliman, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo zonin këtë hadithet e Bukharis I shkirë se ka gala atë. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo kështu. Se bon gala. Ka thonë kështu Allahu azza wa jall, Zoti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se ne shaj atë. Wallahi është për të ditë që në fund thotë ky njeri unë I tut ta Zotit atë. Çunë kush I tut ta Zotit, Miqdadi që ka tut Zotit se kanë zonë gjumë gjithë natën për një bardak tomël që ja ka pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E çka për më shumë vllaznia? E çka për më shumë? Nëse vetë zonë e kanë qenë më shumë saj, I kanë shku punë. Këtë që kanë bërë me namaz, me agjerim, këtë kanë shku poshtë atë. Vetë zonën me qenë më shumë saj atë. Çka kuptove ti apo? Pejgamberi më kujtoja I thosha. Ha? A kuptove që ajo është shoku e ta, jaron e ta.
Njeri më i dashur, s'ka kriju Allahu xhallahu ala pe arshi, e tiri në fund tokës më dashur se ai atë. Qysh dashur me konti me ta, të me lujta? Qysh bën me konti me ta? Dhe kanë pas respekt, e kanë ditë çfarë pozite ka tek Allahu xhallahu ala njeri atë. Çfarë pozite ka? Veç duhet me i qiu kry puna. S'kthehet doja atij atë. E kjo është pikë më nënësi që duhet të kuptojnë për këti dersi. Gjda ditë që ka ardhë, ku Muhammedun ka bërë dua, kundra atyre që bën atë vepër. Gjda ditë që ka ardhë, që ka kërslu bedenin, Muhammed asë në hadith, rujo nga se vallaj të kërslën dikur që Allahu Gjallahu Ala se thënë kërslim në tikur. Rujo, ki kujdes. Që ka hadith në lakurisis që ceka, që ka thonë pejgamberi që i mbajtin frizurat si kurse bishët e deveve, zbukuron për jashtë, dalin bon sprovë për njerëz për jashtë. Thot në ka urnu pejgamberi, thonë il aluhun në malkani ato, fa innahun në melunat, gasa jenë malkume ato. Unë s'po thamë, nuk është kuptimi këtij që çdo zbuluar në rrugë që është me malkum, me thonë kështë malkume tjetër. Jo kështu, mirë po lejohet mallkimi i cilësisë. Mallkimi i cilësisë. As më afton kja. Me thonë, ne besimtar namaz dikon. Ne besimtar namaz me thonë dikon mostrë ndëruar. Me thonë, o Allah, unë e për i bashkan gjitë në mallkimit për nga me zënë kofë të mallkuar çdo gruq se ka shamin kokën e saj. Qka ban një mëllkeja me tënë këtë mallkimet besimtar ato? Qka e shlim? Një kërë punë e thjeshtë. Wallahi, sot njerëz i kanë marrë për hajgare obligimet Allahu xhallahu ala. I thush fal namazin, vallahi po bre di bashkë kom po këtu mes. Ta din çe të thonti. Po thot Allahu falu, po thot Allahu lekët keqe, po thot Allahu xhallahu ala mbulau, po thot Allahu xhallahu krye këtë punë. Edhe me gjaksosi, me rahatin më të madhe refuzon, haj se vjen vakti. Qërë për njëri ato. S'ka mujt me prit, që natën e nesërme, mas 24 orëve, kishte me umush, gjitë, e dhisë, me qëmsht, me mjell, e kishtë arrit, bardakën, kur që ma tepër. është friksu se qysh e qenë sabajt e vjen bardakë jarëshëm. Lemo dikush flanë rahat, subhanallah, flanë rahat, qotat, hanë buk rahat. E kom të dhush dika, gjytura, në kundërshtim dhe pejgamberi s.a.s. Allah, qëfar imani është kjo? Qëfar besimin e tonë, qëfar zemra është kjo? Që e përbalan një goditi ka shtë madhe, edhe përsëri që ndërën koma. Këta ka që në esat të pejgamberi s.a.s. Kam pas frikë nga se e kam ditë, se sado që i dënë Allahu Gjallahu Ala, dashuria është diçka tjetër, një për hatër është diçka tjetër. Tek Allahu Gjallahu Ala dhe imanën men, nuk shkohet me hatër. Ase për hatër që në kokët, s'ka me hatër. Ka me punë me vepra. Kanë qenë në udhëtim Abu Bekr dhe Omeri. A dini kush është Abu Bekr dhe Omeri vëllezër? Wallahi ladhim. Krejt punët e tona nuk bojnë, krejt punët e bashkë nuk bojnë, wallahi nuk bojnë sa plohen në këpus të Abu Bekr luftën e Bedrit që ka fituar. A dini kush është Abu Bekr dhe Omeri? Kanë qenë në udhëtim me një njeri, edhe normal, kur jeni në udhëtim me dikan, është marrëveshje apo dikush e një punë, dikush një punë, ndihmoni në rrugë. Ai një që kon të flaj, sa s'ka po. Edhe kur e ka tepruar në gjumë, kanë thonë Abu Bekr dhe Omeri, sa shumë po flanë bre. Unë s'kur që ma shumë s'ka thonë, të na që këthore këtë ibadet. Kanë thonë sa shumë po flanë. Ta një karamen ka thonë, subhanallah, mos e këna përgoju me rëlla njërin. Këna folë që ka për të keqë, s'po bejke me folë. Apo, kanë shku të pejgamberi ka thonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shikoni çka i ka thonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrit, njërit më dashur këtij umeti mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë, çka ke hongër që pa shoh mishin e musliman me ndonjë vetuar. Se ka fal, ti Abu Bekr fal ti se ti do e ke kryer sabën. S'ka me fol. Ligjet e Allah gjellë e në qarta. Edhe në këto ligje nuk amnestohet as kush me thonë se për hatër tënë ti e ki drejt me shket. Ti ban me shket ku të dush, s'prish punat. Nëse me ta jënë silë kështë ato. Ate qka thët dikush për neve sot? Për ne vajt ashtë dhe motër ndërrua. Dhe dhe përësia këti rast të Mikdadit, që sërët në dëgjojmë ka thënë Allah dhe ka thënë pegasëm në cilëmi, si kështë në kam su Allahu gjellë ula, sami'na wa ata'na. Me thonë dëgjuam edhe në nështruam ma Allah. Na falë për të kalume që se këna bërë këtë këshën këtë mënyrë. Sami'na wa ata'na.
për një bardak tomë, me në vëllaj për ta, kur këtë shtëpia, për një bardak tomë, se kanë zonë gjumë gjithë natën. Në dikush, vëllaj fatkeqësisht flan gjunohe, edhe kërhat, edhe merr gjumë, edhe gale se ka për këtë punë apo. Vëllaj, kjo nuk është e mirë.